Sot unë pata nderin që ta dorëzoj kandidaturën time si kandidat i mundshëm për kryetar komune për zgjedhjet e 11 janarit. Për këtë, unë jam shumë mirënjohës nga gjithë qytetarët e qytetit të Gostivarit. Pa dallim se kuj partije politike i takojnë, pa dallim kuj nacionalitetit i takojnë, që na japin mbështetjen për të mirën e qytetit të Gostivarit. Po ashtu, një falënderim të madh liderëve të Vlenit për mbështetjen që ma japin për të mirën e qytetit të Gostivarit, për shkak se për 8 vjet të shkuar, qyteti i Gostivarit është shkatruar. Dhe me këtë mbështetje që ma japin liderët e Vlenit, do të ndërpresim shkatrimin e qytetit të Gostivarit. Për shkak se qytetarët e duan qytetin e vetë, edhe na do bashkohemi për të ndërtuar bashkë me qytetarët qytetin tonë, edhe të bashkuar dhe jemi deri në fitoren e madhe të 11 janarit.